E kemi pa një pragmatizëm, që është shumë mirë, pragmatizmin politik është sanë pozitiv, edhe Matoshi paka shumë u kap në këtë pikë, po tash, nëse nisëm prej kësaj qasje, edhe atë kohë keni qenë, edhe në 2 palë zgjedhjet kalume keni qenë pozicion në kryetari i LDK-s, pra si dyshi i LDK-s. Çka ka ndryshu, edhe pse kem pas nevojë, domethënë, 1 vjet e gjys me në krizë, pse se keni ofruar çet pragmatizëm. Tash nëse kthehem në shkurtën e vitit kaluar, në zgjedhjet e 9 shkurtit, edhe në 28 dhjetor, paka shumë numrat janë të njëjtë. Çka ka ndryshuar? Domethënë, a ka ndryshuar LDK nga Afrika që nëse shkojmë në një palë zgjedhje, gjë që as Vjosa Osmani nuk është që ju ndihmoj shumë pra të 16-17%, edhe i bie që jeni dorëzu, apo çka ka ndryshuar që nuk e din opinioni, se nuk është ndaj realitet shumë i ndryshëm se sa Albini më duk më mirë. Nëse për 6 vjet Albini s'ka qenë i mirë, e keni etiketuar në forma të ndryshme. S'po them vetëm ju personalisht, ndoshta jo më spaku, sepse njiheni për pragmatizmin në politikë që e keni, po çka ndodhi, pse atëherë na keni bllokuar 1 vjet e gjys, edhe çka ndryshoi Albini? Unë nuk po shoh ndryshim as të qasja ti, nuk po shoh ndryshim as tek 2 palë zgjedhje.